e dashur Giulia, i dashur Andrea, përfaqësues të parlamentit, të organizatave shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve të pavarura kushtetuese. Më vjen mirë që një takim të parë për sa i përket kësaj teme jemi duke organizuar këtu në Parlamentin e Shqipërisë, edhe me kërkesë të Giulias dhe të Këshillit Evropës, për të nisur një së pari prezantim të rezultateve të një studimi dhe një analize në lidhje me gjuhën e urrëties, po edhe krahasimin e disa treguesve, por nga ana tjetër për diskutuar edhe për forcimin e kuadrit ligjor të Shqipërisë dhe rrugën që ne duhet të ndërmarrim dhe rrugën që kemi përpara, sidomos për të drejtat e njeriut, që lidhet edhe me grup kapitullin e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Të gjithë jemi koshent që procesi i negociatave në vetvete mund të jetë një proces teknik, por duhet jetë një proces i hapur, duhet jetë një proces transparent dhe duhet jetë një proces gjithëpërfshirës. Integrimi në gjykimin tim është politik, është shoqëror, por nga ana tjetër është edhe moral. Mbi të gjitha është dhe një kontratë me qytetarët, është një kontratë për të drejtat e qytetarëve. Ky proces nuk duhet fokusohet vetëm tek raportet, por duhet fokusohet tek ndryshimet në jetën reale. Dhe kur i referohem kësaj, kam parasysh faktin që sado që ne ta forcojmë kuadrin ligjor, nëse këto ndryshime nuk i zbatojmë dot në praktik, këto do të mbeten vetëm në letër dhe do të jenë diskutime të cilat as na afrojnë, as na bashkojnë me vlerat dhe standardet europiane. Nga klima biznesi tek realiteti diskriminues që evidentohet edhe në raportin që këtu është i paraqitur dhe që avokat Matlia do të prezantojë në panelin e dytë, ne kemi një përfundim të qartë. Në letër, sigurisht që mund të ketë progres, por në realitet, shumë nga të drejtat themelore dhe njëkohësisht gjuha e urrëties kanë ngelur në vend numëro. Qytetarët sigurisht që e njohin gjuhën e diskriminimit, qytetarët e kuptojnë gjuhën e diskriminimit, por nga ana tjetër, edhe e përjetojnë atë çdo ditë, por nga ana tjetër është ndërtuar një kulturë toksike në politikë dhe në media dhe mua më vjen mirë që këtu kemi dhe përfaqësuesen e autoritetit të mediave audiovizive për të diskutuar se si kjo kulturë toksike reflektohet njëkohësisht edhe në media, ku fatkeqësisht ndarja është kthyer në instrument dhe gjuha është kthyer në armë. Kur politika flet me përçmim, sigurisht që shoqëria mëson që të përçmojë dhe secili prej nesh, përveç se t'japi edukatën, duhet të tregoj këto me shembullin e vet, duhet të tregojnë politik se si e përçon argumentin, se si e përçon idenë. Dhe unë besoj që sot shoqëria shqiptare përballet pikërisht me këtë pasojë. Por problemi nuk është vetëm tek gjuha, problemi është edhe tek modeli që ne po japim, tek modeli që po përçojmë. Një model ku fatkeqësisht tregon që agresiviteti promovohet dhe një model ku tregohet që ndoshta arroganca dhe korrupsioni mund të jenë modele për të ecur përpara, por unë jam e sigurt që nuk janë modele të shoqërisë shqiptare. Dhe kjo është në kundërshtim të plotë edhe me atë që përfaqëson Europa. Dhe dua të jem e qartë, kjo nuk është një thirrje për censur. Kjo është një thirrje për përgjegjësi, një thirrje për përgjegjshmëri, sepse liria nuk është pa kufi, liria ndalet aty ku fillon dinjiteti i tjetrit. Liria nuk mund të jetë arma e më të fortit ndaj më të dobtit dhe këtu hyn shteti, sepse nuk është rastësi që qytetarët nuk raportojnë. Ashtu siç tregon edhe raporti, qytetarët në shumë raste hezitojnë që të raportojnë. Nuk është rastësi që viktimat heshtin, sepse nuk besojnë dhe nuk kanë besim tek strukturat, nuk kanë besim tek institucionet dhe ky është roli jon si politik, të nxisim besimin tek institucionet. Ligjet me të vërtet mund të ekzistojnë, por pa vullnet ligjet janë të zbrasta, sepse në fund shteti nuk matet nga sa ligje miraton, por matet nga drejtësia që garanton, nga të drejtat dhe liritë themelore që respektohen. Legjislacioni është aq i fortë sa i fortë është dhe besimi që kanë qytetarët tek ai. Unë kam frikë nga ligji. Çdo qytetar duhet ketë frikë nga ligji. Dhe këtë besim duhet përçojmë ne, këtë besim duhet përçoj politika, këtë besim duhet përçoj dhe parlamenti. Në këtë moment është e vërtetë që ne kemi një krizë besimi dhe në një vend që nuk ka besim te institucionet, është e vështirë që të ndërtohet edhe demokracia funksionale, edhe integrimi i vërtetë europian. Për këtë arsye, unë besoj që ne ndodhemi në një moment ku me të vërtet mund të tregojmë që integrimi nuk ka pse të jetë në letra, po integrimi duhet të jetë patjetër barazi në praktik. Integrimi nuk është vetëm standard, por në fund të ditës është edhe dinjitet. Dhe në fund pyetja është shumë e thjeshtë. Apo ndërtojmë një shtet që e mbron qytetarin, apo një sistem që e lë vetëm atë? Një shoqëri e drejtë nuk matet nga mënyra se si trajton më të fortin, po nga mënyra se si trajton më të dobtin. Dhe nëse ne nuk e arrijmë dot këtë, atëherë nuk kemi ndërtuar vetëm një raport të padrejtë
me atë që jep ligji, po ne kemi dështuar vetë në idenë e shtetit. Për këtë arsye, kur Giulia më propozoi për të organizuar këtë takim, mendova që le të shërbej Parlamenti si një platformë për të diskutuar këtë çështje, le të shërbej Parlamenti si një mënyrë për ta nisur këtë diskutim dhe le të shërbej Parlamenti edhe si spunto e dhënies të një mesazhi që politika mund të jetë ndryshe dhe politika mund të bëjë ndryshe. Sot, mbas prezantimit të avokat Matlis, do diskutohet nga përfaqësues të institucioneve kushtetuese, nisur nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, avokati i popullit, nga autoriteti i mediave audiovizive, po njëkohësisht edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile për këto problematika që shpeshherë zhurma e ditës, po njëkohësisht dhe zhurma e politikës nuk lejon që të vinë tek qytetarët ashtu siç duhet. Mua më vjen mirë që këtu kemi edhe disa deputet të komisionit, përveç zëvendës kryetares, edhe përfaqësues të tjerë të komisionit, për ta çuar këtë çështje përtej diskutimit në këtë format dhe për ta bërë atë njëkohësisht çështje edhe diskutimeve në komisionet parlamentare. Duke shpresuar që kjo të jetë vetëm një pikë fillimi për sa i përket standardeve europiane dhe gjuhës urrëties, dhe duke shpresuar që përafrimi nuk është vetëm një retorik politike e përditshme që e përdorim sa herë që ne na duhet e sa herë jemi keq. Unë dua të falenderoj Giulian, Këshillin e Evropës, jo vetëm për atë që po bën sot nëpërmjet këtij takimi, por edhe për bashkëpunimin që ne kemi për paketën e medias dhe për bashkëpunimin që kemi për shumë fusha të tjera, të cilat unë shpresoj që të ardhmen të na sigurojnë dhe të na bëjnë të mundur që Parlamenti me të vërtet të jetë baza ku fillon edhe ndryshimi për procesin e integrimit evropian. Faleminderit Giulia, faleminderit Andre.